Gjithçka nisi si një britmë për të mbajtur gjallë një lagun, ato të Zvërnecit, ku flamingot ndalen prej shekujsh, por ku një projekt prej 4 miliardë eurosh nga vëllezërit katarian dhe dhëndri Donald Trump solli në qendër të vëmendjes jo vetëm investimin, por edhe fytyrën e vërtetë të stabilishmentit shqiptar. Ajo që po ndodh tani në Shqipëri nuk ka më asgjë të përbashkët vetëm me një çështje mjedisore, sado e rëndësishme që ajo është. 5 mbrëmje me radhë, sheshi i Skënderbej në Tiranë është mbushur me një turm që nuk mban flamuj partjak dhe nuk pret radhën tek asnjë tribun, por që po shkruan një kapitull të ri në historinë shqiptare. Ajo që filloi si mbrojtje e një zone bregdetare pranë Vlorës, është ndërruar në një lëvizje me përmasa të mëdha që i është vënë përballë të gjithë stabilishmentit politik, duke zbuluar diçka që populli kishte dyshuar prej vitesh, por që askush nuk guxonte ta thoshte me zë të lartë. Edi Rama dhe Sali Berisha nuk janë kurse si kundërshtar, por dy krahas së njëjtës makinë që kanë ngrënë tokën dhe lirinë e këtij vendi. Kur turma e protestuesve marshoi fillimisht tek kryeministria dhe më pas tek selia e Partisë Socialiste, askush nuk u habit që ata kërkuan ndërheqjen e Ramos. Ajo që tronditi të gjithë ishte se të njëjtët njerëz në të njëjtën mbrëmje marshuan edhe tek dera e selisë së Partisë Demokratike, atje thirrën Sali komunisti dhe opozitë shitur, sepse protestuesit e kanë kuptuar më në fund se pas dyerve të dyja partive rre e njëjta zemër dhe se iluzioni një opozite që mbron qytetarët nga pushteti ka qenë thjesht teatër i mirë koreografuar. Ky zbulim ka bërë që protestat të marrë përmasa të papara, duke tërhequr jo vetëm aktivistë mjedisor, por edhe qytetarë të lodhur nga varfëria, nga mungesa e drejtësisë dhe nga ndjenja se votojnë çdo 4 vjet për të njëjtin grabitës me maska të ndryshme. Çfarë e lidh pra kryeministrin socialist me kreun e opozitës demokratike, dy njerëz që për 3 dekada na janë shitur si armiq të përbetuar, përgjigja e së cilës protestuesit po i bëjnë një hon çdo natë në shesh, ka të bëjë me diçka shumë konkrete. Edi Rama ka blerë Sali Berishën me leje ndërtimi për djalin e tij Shkëlqen Berisha, me prona dhe troje që ata i ndajnë bashkë në heshtje, larg syve të opinionit publik. Nuk është më një sekret që Shkëlqen Berisha ka përfituar leje ndërtimi në zona strategjike gjatë viteve të qeverisjes socialiste, dhe se këto leje nuk do të ekzistonin pa firmën e ministrave të Ramos. Po ashtu, nuk është sekret se truall pas trualli, pron pas prone, familja Berisha ka grumbulluar pasuri të pashpjegueshme, pikërisht në periudhën kur Sali Berisha zgjidhte të mos e çonte përplasjen me qeverinë deri në fund. Protestuesit e kanë lexuar këtë si një marrëveshje të heshtur. Rama i jep leje dhe prona djalit të Berishës dhe Berisha në këmbim siguron që të mbajë opozitën peng. Ajo që po ndodh tani në Shqipëri ka filluar të tërheqë vëmendjen në mas të mediave ndërkombëtare, jo vetëm për shkak të përmasave të protestës, por sepse ajo paraqet një model të rrallë të tejkalimit të ndarjeve artificiale, kur qytetarët që urrejnë Ramën dhe ata që urrejnë Berishën zbulojnë se urrejnë të njëjtin sistem, ata bashkohen në një forcë që asnjëra prej partive nuk mund ta kontrollojë më. Mbi të gjitha, turma po kërkon drejtësi për këtë marrëveshje të fshehtë midis Ramës dhe Berishës, duke kërkuar burg për të dy, Rama në burg, Berisha në burg. Nuk është një parrullë e thjeshtë, por një diagnoze saktë së keqes që ka glabëruar Shqipërinë për 35 vjet, kur udhëheqësi i opozitës merr leje ndërtimi nga qeveria që supozohet se lufton, dhe kur ata ndajnë troje dhe prona së bashku, atëherë nuk ka më asnjë iluzion për të shpëtuar. Protesta e Zvërnecit ishte vetëm fillesa, ajo që ndezi dritën në një dhomë ku populli kishte qëndruar gjatë në errësirë. Tani që drita është ndezur, gjithë bota mund të shohë fytyrën e vërtetë të këtij stabilishmenti dhe Shqipëria nuk do të jetë më e njëjta.